Historia jonë me Benajaun është ke 2 Samuelit, kapitulli 3, vargjet 20-21, edhe hajde I lexojmë bashkë çfarë thuhet për këtë burrin. Benajau, bir I Jehoiadit, bir I një trimi nga Kabdeseli, bëri trimëri të mëdha. Ai vrau 2 heroj nga Moabi që ishin Siluan, kjo pjesa e dytë e vargut 20 më duket shumë e veçantë. Zbriti, nuk është I doli rrugës, zbriti shkoi, iku në mes të një sterne, ku vrau një luan, një ditë, që u binte borë. Edhe vargu I stin thotë kështu, jo vetëm kaq. Ai vrau gjithashtu një egjiptas gigant që kishte në dorë një shtizë, për Benajau I doli përballë me bastun, ja hoqi nga dora shtizën dhe e vrau me shtizën e tij. Edhe është kaq është përshkrimi për të. Për këtë trimin, kështu që do t'ja pakës kontekst për këtë. Jehoiadi ishte prift, babai I tij ishte prift, kështu që ishte çun prifti, por nga kuptojmë që ishte trim, edhe ka përshkrime, vrau 2 heroj, si vrau herojt nuk e dim, I mori plasi kokë, nuk di se çfarë bëri, por vrau 2 heroj, vrau atë luanin në një ditë që binte borë, por se kjo e treta, mirë që e vrau me shtizën e tij këtë gigantin egjiptas. Shkoi, ja mori, nuk e di në lloj karatea apo konfuja apo kështu. Ja mori shtizën nga dora dhe e vrau me shtizën e tij dhe duke shiko. Çfarë është një detaj tjetër nga për Benajaun? Ishte një nga 30 trimat më të fortë I Izraelit. Edhe ishte në kohën e mbretit David, edhe mbreti David kishte ato turprojet e veta të fortët, edhe Davidi e bëri shef të turprojes së tij Benajaun. Pas këtyre ngjarjeve, e bëri shefin e turprojave, ai që spikaste më të fortët, edhe bënte këto ekipet e sigurisë për mbretin. Madje shumë shpesh ishte drejtues në ushtrinë e Davidit. Edhe ushtria e Davidit që shkon të luftë ishte ushtri për 30 deri 50.000 trupash, edhe shumë shpesh ishte ky duke I drejtuar ata. Edhe shiko, pyetja është, ore, çaj ndodhi këtij që u promovua kaq shumë? U bë një nga 30 më të fortët, u fut në këtë lloj elite, edhe kishte këtë lloj gjëre, ore, çfarë ndodhi që ky kaloi këto faza edhe arriti në këtë pikë? Edhe duket qartë, duket ai sa në lejon shkrimi, se 2 vargje janë, duket që ai u përball me frikrat që I dolën, që kishte përpara, edhe këto e ndihmuan që të ishte guximtar dhe të përballej me gjërat e tjera, por më e veçantë për mua është kjo me këtë luanin që është zbriti në mes të një sterne në një ditë me borë. Nëse se ke iden çfarë është sterna, në vendet me thatësirë ku nuk ka lume, nuk ka vende që të vadisish tokën, sterna është një grop e madhe, e stërmadhe, që mbledh ujë në kohën e shirave, që uji mund të shfrytëzohet në kohën e thatësirës, edhe imagjino ka qenë kjo grop e madhe që fillon e gjerë dhe vjen duke u ushtu, edhe shiko, nëse hajde imagjinojmë kështu, ta imagjinojmë si film në kokë. Kë luani është kë mesi kësaj sternës, edhe Benajaun e ke duke hyrë te kjo gropa, apo gropa që fillon e gjerë dhe vjen duke u ngushtuar, bie që ndërkohë që po rreshketësh përballë kujt. Kur arrit fundin e gropës, është përballë luanit. Edhe ka frikën ku? Mu para syve. E ka atë gjën e madhe, mu para syve, nuk e dim se si shkoi atje. Ndoshta luani ka vrarë dikë, edhe Benajau po e ndjek për ta heqë qafe, që mos vras njerëz tjerë, ndoshta ishte urdhër nga mbreti, ndoshta kishte bezdi luanët. Ke parasysh, nëse puna juaj që keni bezdi qenin, ti kalo aty e shef një qenë të vjen të kapish një gur, po kujtoj që jenë Tiranë, pastaj edhe e mbledh veten. E parasysh nuk e dim se cili ishte arsyeja, por shiko, kur e imagjinon, e ndoj që luanin drejt saj gropës madhe, edhe luani kështu është super I fuqishëm, vetëm me një tek goditje mund ta kpuse, luani mund ta griste si cop letre. Atë Benajaun, por e ndoqi këma këmës. Edhe vërteta është që një njeri I zakonshëm nuk e bën këtë gjë. Një njeri I zakonshëm nuk përballet me frikën. Një njeri I zakonshëm I bën mbish gjërave që e friksojnë. Njerëzit normal nuk ndjekin luan.
Njerëzit normal më mirë vdesin me 100 keqardhje edhe 100 pishmanllëqe, se sa të hedhin një hap përpara edhe të guxojnë edhe dalin nga zona e rahatisë. Njerëzit e guximshëm nuk guxojnë ta ndjekin Luanin. Kështu që dua shumë që kjo mos ngjaj me ne. Dua shumë që kjo mos ngjaj me ne. Doja shumë që t'ishim si ky Benajahu. Nuk është të shkëm me vraj Luan, se ne, se dima, as ko për zoologjika kemi Luan, jo më vend tjetër, po është çdo lloj gjëje që mund të ketë, mund të interpretohet e Luani, ajo gjë e madhe që ti ke frikë, apo ke merak, apo të ka bloku dhe nuk po të lejë të ecësh përpara. Kështu që e vërtetë është, kjo është çfarë besoj, që Zoti nuk do që t'jemi të zakonshëm. Do që t'jemi të jashtëzakonshëm, do që t'jemi guximtar, edhe në realitet kemi çdo gjë që na duhet. Nëse ti ke njoh Perëndin, ke njoh Krishtin, ke fuqinë e frymës së Shenjtë, ke fjalën e Perëndis, ke njëri, ke gjithë gjërat që të duhen. Edhe është, prandaj pyetja ime për sonte do ishte kjo. Pyetja për secilin prej jush. Cilin Luan duhet ta ndjekësh? Në njëri thot, unë kisha një si javë të lodhshme, edhe erdha sot me marrë një mesazh më shumë ngushëllues, më shumë inkurajues, më shumë, edhe Altini s'na le rahat dhe na ve para një sfide të tillë, kështu që dua të sfidoj ty, cilin Luan duhet ta ndjekësh. Edhe është, cilin Luan duhet ta mundesh. Çfarë është ajo gjëja që ti ke frikë? Çfarë është ajo gjëja që të ka zvogluar? Çfarë është ajo gjëja që po e hodhe hapin përpara, ti do shofish madhështinë e Zotit, ti do shofish se si Zoti do veprojë në anën tënde, e ti do shofish se si Zoti do çeli dyer, edhe çfarë është ajo gjëja? Ndoshta mund të jetë diçka shumë e madhe, ndoshta mund të jetë diçka shumë e vogël, edhe shumë e thjeshtë. Gjithë qëllimi i mesazhit është që të hedhesh një hap këtë javë, çdo lloj gjë qoftë, i madh, gjë e madhe apo gjë e vogël,